Përshëndetje dashur miq, rikthehemi në emisionin Sinjal këtu në Antena Televizion për diskutuar në fakt mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit. Do të kemi fokus konkretisht mbi atë se çfarë ka marrë vëmendjen kryesore apo do të them është kthyer në gravitetin e opinionit publik që lidhet me çështjen SPAK apo me çështjen e çiftit Kryemadhi Meta apo Meta Kryemadhi, duket që jo vetëm afera Qezdia, por dhe lobimi në SBA dhe tashmë zyrtarisht Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi janë marrë të pandehur nga SPAK. Pas Sali Berishës, tashmë erdhi dhe radha e çiftit Meta Kryemadhi dhe pse tashmë ata andar për t'u marrë dhe për t'u hetuar nga SPAK. Për të folur në fakt për këto ngjarje, për të folur në fakt se çfarë ka ndodhur dhe ka pasur edhe një telefonat e Ilir Metës me gazetarë. Në anën tjetër, Monika Kryemadhi është shmangur gazetarëve dhe ka thënë nuk dua më të flas për politikë nga sot e tutje. Për të folur për këtë çështje, në fakt kam kënaqësinë të kem në studio gazetarin edhe mikun tim Igli Çelmeta. Igli, përshëndetje. Ermal, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Së pari dua t'ju uroj suksese për këtë projekt të ri, për këtë iniciativë për të përshëndetur. Në pamjen e parë duket diçka e vogël, por duket që është bërë me zemër të madhe dhe me talent të madh. Ju uroj suksese. Igli, të falenderoj shumë për fjalët, e vlerësoj jashtëmase dhe praninë tuaj, edhe besoj që do të jemi një hapësirë apo një sinjal për të thënë të vërteta të cilat secili prej të ftuarve mendon apo artikulon në opinionin publik. Dhe për mua është kënaqësi në fakt kur edhe kolegët vinë edhe më suportojnë, por edhe ndajnë mendime që lidhet drejt për drejt me aktualitetin politik dhe ngjarjet e ditës. Konkretisht, çfarë ndodhi sot dhe si është shpjeguar që SPAK tashmë ka marrë zyrtarisht të pandehur çiftin Meta Kryemadhi? Ditën e sotme Ermal, prokuroria e posaçme pas rreth 6 vitesh hetime për çështjen Qezdia dhe lobimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim aso kohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto dy çështje është marrë zyrtarisht i pandehur Ilir Meta dhe ish bashortja e tij, në fakt Monika Kryemadhi, ku Ilir Meta akuzohet për 3 vepra penale për korrupsion, fshehje pasurie dhe pastrim parash, po ashtu edhe ish bashortja e tij Monika Kryemadhi, e cila ndodhet në masën detyrim paraqitje, ndërsa Ilir Meta ndodhet izoluar në qelitë e paraburgimit të burgut 313, pas marrjes të pandehur të zotit Meta nga prokuroria e posaçme, pam edhe një dalje publike për mediat të avokatit të tij, i cili nuk i pranonte akuzat për të cilën SPAK ka marrë të pandehur zotin Meta. Kujtojmë faktin që në kohën ku arrestua zoti Meta, kemi parë të gjithë dosjen voluminoze të prokurorisë së posaçme sa i përket kësaj çështje, ku e bazuar në fakte dhe prova konkrete e vërtetohen 3 akuzat për të cilat zoti Meta sot ndodhet në burg dhe u arrestua aso kohë me urdhër të SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Ajo që kuptova sot Ermal është fakti që zoti Meta po e përdor politikisht pra arrestimin e tij, jo vetëm kaq, por edhe marrjen të pandehur të tij nga SPAK, ku tashmë është zyrtarisht një person i pandehur, po e përdor edhe me rezultatin e zgjedhjeve ku zoti Meta kuptua qartë që nga një ish president Republikën, nga një ish kryeministër, zëvendës kryeministër, ministër i jashtëm, përfundoi me 7.000 vota, ku angazhoi të gjithë shtabin e Partisë së Lirisë, duke që mbështetja e zotit Meta është e pakët, madje edhe në qelitë e paraburgimit të burgut 313, zoti Meta doli humbës, nuk mori as votat e shokëve të tij, mori vetëm 58 vota, u rënditi dyti, madje nga informacionet që un kam, nga burime brenda qelive të burgut 313, tashmë zotit Meta pas zgjedhjeve janë larguar dhe shokët e qelisë, ka më pak se çka pasur më parë, kur dilte në ajrim, ka më pak shok, pra mbështetjen nuk e ka humbur vetëm jashtë nga populli shqiptar, nuk është se ka pasur ndonjëherë mbështetje, por me atë parti pragmatiste, me blerjen e votave, me interesa për vende pune, siç ishte Lëvizja Socialiste për Integrim aso kohë, zoti Meta po humb mbështetjen edhe aty ku ndodhet aktualisht në burg. Po humb mbështetjen dhe në burg. Fakt, Igli, nëse shikojmë, duket që tashmë kemi 2 ish kryeministra, 2 ish president, cilët janë marrë zyrtarisht të pandehur nga SPAK. Ke një informacion edhe për zotin Berisha, edhe për zotin Meta, se çfarë mund ndodhi në hapat më pas, apo çfarë informacioni ke ti edhe nga burimet e tua?
Dëgjo, çështja e zotit Meta, se shumë edhe kur e pash në intervistën me gazetarët i thonin zoti president. Çfarë presidenti, si mund t'i thush zoti president dikujt që ka vjedhur djersën e popullit shqiptar? Si mund t'i thuash president njeriu të tillë? Fakti që s'ka një vendim përfundimtar? Është i panderur zyrtarisht. Ai po përballet me drejtsinë tashmë. Zoti Meta është i panderur zyrtarisht dhe një person i cili kur ishte presidenti bënte thirrje shqiptarëve të marrin armë, të marrin sfurkat, të marrin të luftojnë sistemin me forcë, deklaratat duke sulmuar ambasadën amerikane, ishte ambasadore Yuri Kim, të tilla, unë si qytetar, së pari si qytetar, nuk mund t'i them ti personi zoti president. Dhe po do shije deklaratën e zotit Meta përballë gazetarëve nga telefoni, pasi u mor nga telefoni avokatit. Pa te mundësi që të flisë edhe ti me... Jo, si ishe prezent, nuk e shoh aq të rëndësishëm sa të shkoj t'i bëj pyetje zotit Meta, nuk e kuptoj se si mediat merren akoma me zotin Meta, ku dihet qartë historia e tij dhe fundi i tij do të jetë i njëjtë siç ishte edhe nisja që nga momenti i arrestimit. Njerëz të tillë, normal, ti e di shumë mirë që nuk kam bindje politike, për mendimin tim të gjithë kahat janë njësoj, tyre nuk intereson. Ti ke qenë më se korrekt nga çdo, të paktën edhe nga ata që njoh unë, të paktën ke qenë i ashpër me çdo, edhe kur vete puna dhe te partitë e reja kur ty s'ta ka mbushur syrin, e ke thënë kritikën apo atë je bazuar mbi fakte. Kështu që unë të paktën e di shumë mirë që në asnjë moment ti nuk ke qenë i anshëm, por ke menduar në bazë të profesioni i cili në fakt për ty ka pasur shumë kosto dhe unë e di këtë gjë. Prandaj e them dhe këtë gjë dhe nuk kam bindje politike, për mendimin tim të gjithë forcat politike, të gjithë politikanët në vendin tonë, pjesa dërmuese janë njësoj si Majtas, Djathtas apo dhe partitë e reja, shohin vetëm interesin e tyre personal. Edhe në rastin e zotit Meta, njerëz si zoti Meta që kanë qenë në pushtet këto 30 ca vite kusur demokracinë në vendin tonë, që nuk i kanë dhënë asnjë të mirë popullit shqiptar dhe vendit ton, meritojnë të jenë aty ku është sot. Dhe njerëz që dalin në mbrojtje këtyre personazheve të politikës, që do të quaj llumë të politikës, nuk e di se si e bën këtë gjë. Dhe në rastin konkret, prandaj shqiptarët kur bëhen sondazhe për të parë se sa kanë besim te prokuroria e posaçme, prandaj dalin edhe sondazhet mbi 80% 90% të shqiptarëve të cilët kanë besim tek SPAK-u. Tek SPAK-u si institucion, dua ta cilësoj këtë. Si institucion SPAK-u është shumë i rëndësishëm për shqiptarët. Institucioni me emrin SPAK Prokuroria e Posaçme. Pastaj personat, prokurorët që janë aty, ka disa që lënë për dëshiruar. Por SPAK-u si institucion është shumë i rëndësishëm për vendin tonë dhe shqiptarët kanë shumë besim dhe duhet vijoj këto goditje Prokuroria e Posaçme, por në të gjitha kahat politike nuk duhet të ketë anashkalime, siç mendoj unë si gazetari i Kronikës së Zezë që ka pasur, duhet të goditen të gjithë klasa politike e vjetër e vendit tonë, madje edhe këto të rinj që dua të duken si të rinj vinë nga të vjetrit, edhe në rastin e zotit Meta, siç e thesh, një ish president, ish kryeministër dhe ka qenë njëri që ka pas funksione të larta. Siç kishim dhe zotin Veliaj, kryeun i Bashkisë së Tiranës, do ta quaj numrin 2 tek Partia Socialiste apo në qeveri të kesh Bashkinë e Tiranës, SPAK-u arriti deri aty sa arrestoi. Dhe edhe në rastin e zotit Meta, shoh të njëjtën gjuhë, si në të gjitha rastet, gjuhën kundër drejtësisë, madje ai cilësoi SPAK-un si kontributorin kryesor në marrjen e 83 mandateve nga zoti Rama në zgjedhje. Më duket e çuditshme. Pra ti je duke prekur fundin, je në gremin dhe ti merresh ende me Prokurorinë e Posaçme për mandatet që fitoi zoti Rama në zgjedhje. Iglin, nëse qëndrojmë këto zhvillime, kemi pasur zëra nga opozita që kanë thënë SPAK-u ka vepruar për të ndihmuar Ramën. Në ditën e sotme pam që SPAK zbriti në terren, sekuestroi telefonin e një prej deputetëve të Partisë Socialiste në Elbasan, mos gaboj Luan Duzha, mos gaboj Jo, nuk është e vërtet, nuk ka sekuestruar. Nuk ka sekuestruar? Që SPAK të sekuestroj, të bëj kontroll banese një deputet duhet marrë miratimin nga kuvendit. Kështu që nuk ka ndodhur kjo gjë. Jo, nuk është e vërtet. Njerëz të afërt të këtij personi, ndoshta që mund të kenë bërë fushat, por ka diçka e ne shqiptarët duhet të kuptojmë të gjithë, jo vetëm ne shqiptarët, por edhe ne gazetarët që merremi me zhvillimet e aktualitetit politik, por edhe të drejtësisë,
që hetimet nga SPAK-u në raste fushata zgjedhore gjatë zgjedhjeve nuk ka shans që prokuroria e posaçme të godasë krimin zgjedhor. Në mënyrën se si është ndërtuar ndër vite pra politika në vendin tonë, fushata zgjedhore nuk ka shans që SPAK të godasë krimin zgjedhor. Kushdo qoftë kryeministër Edi Rama, qoftë kryeministër Sali Berisha, qoftë kryeministër Ilir Meta, janë njësoj, klasa politike është njësoj. Ato punojnë pothuajse njësoj për të marrë vota, por edhe për të blerë vota në thonjza në mënyra të ndryshme. Të gjithë partitë politike synojnë të marrin vota nga mënyrat më të ndryshme dhe zoti Berisha që del të sulmon mazhorancën që ka bashkëpunuar me krimin për të marrë vota, ne dimë shumë mirë që zoti Berisha kur ishte në pushtet bashkëpunonte me krimin për të marrë vota. Madje edhe kur është në opozitë ka bashkëpunuar me krimin për të marrë vota, por mazhoranca është në cilësinë e fituesit dhe nuk bën akuzë ndaj zotit Berisha. Jemi mësuar që zoti Berisha dalë çdo ditë dhe të bëjë akuzë ndaj mazhorancës për bashkëpunim me krimin për marrjen e vota. Unë mendoj që të gjithë partitë politike në vendin tonë, kur të gjitha, pa përjashtim, bashkëpunojnë, janë të afta të bashkëpunojnë me krimin për të marrë vota për një karrige në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Ne e pam shumë mirë dhe luftën brenda llojit, brenda Partisë Socialiste, brenda Partisë Demokratike dhe për një karrige mandati. Pra këtyre intereson më shumë një mandat, një karrige në kuvend se sa e mira e popullit shqiptar, pra të bëjnë ligje të cilët të sjellin përmirësimin e jetesës, e ekonomisë, e rendit dhe sigurisë për qytetarët shqiptar, por intereson interesi vetjak. Pa përjashtim të gjithë 140 deputetë që ke sot në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, nëse del një deputet dhe thotë që unë jam në këtë kuvend vetëm për interesin qytetarëve, atëherë ai deputet mos ta marrë rrogën. Mos ta marrë rrogën, dhe atë rrogën 3 milionë gjysmë merr muaj dhe ato benefitet e tjera mos i pranoj dhe të dalë të jetë deputet i qytetarëve. Asnjë 140 janë njësoj. Pra këto për të marrë një karrige në kuvend bën çfarëdo lloj zgjedhin çfarëdo lloj mënyre për të marrë vota, si Majta Zedjaz, patjetër që kanë bashkëpunim me krimin, dhe SPAK nuk e sulmon dot, sepse e thash, SPAK-u si institucion është shumë i rëndësishëm, por brenda SPAK-ut ka dhe njerëz të cilët i ka vendosur dhe politika, kanë marrë vetingun nga njerëz të cilët kanë qenë të kapur nga politika, kanë kaluar vetingun. Ka njerëz që kanë kaluar vetingun që sot janë dhe deputet, që kanë qenë pjesë e strukturës së vetingut. Deputeti Elbasani dhe të tjerë, pra kanë lidhje politike. Edhe ato antarë të KPK-s apo antarë të KPA-s, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioni i Pavarur i Apelimit për vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve, që kanë marrë, ato janë votuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, patjetër që janë vendosur nga partitë politike dhe edhe vetingu është një proces i cili nuk është bërë siç duhet. Patjetër ka prokurorë të ndershëm dhe gjyqtarë të ndershëm, por midis tyre ka dhe drunj të shtrembur, të cilët pastaj ndihmojnë të pjesën tjetër të politikës dhe asnjëherë nuk ka shans që SPAK-u të godasë krimin zgjedhor. Më shumë ka bërë fasadë dhe shoh për të treguar që po e godasim, kontrolle në Fier, kontrolle në Shkodër, vetëm kontrollet Partisë Socialdemokrate sepse vetëm Tom Doshi pas ka bërë krim zgjedhor. Pyesja Igli, si e pat punën e SPAK-ut në këto zgjedhje, sepse pam që pati disa takime të rëndësishme në qarkun e Elbasanit, patëm në qarkun e Shkodrës dhe në qarkun e Lezhës. Por në të treja këto zona, të paktën, akoma nuk kemi të dhëna se çfarë pune ka bërë SPAK-u. Deri në këto moment ne kemi 83 mandate të Partisë Socialiste, kemi akuza nga opozita që thonë i kanë blerë, ka njerëz krimit që kanë ndihmuar deputet. Tashmë punën e SPAK-ut si e pat këtë fushat? Pritshmëritë si ishin? Për paktën unë sytë e mi kisha pritshmëritë e lartë, të jemi sinqert. Nuk e sulmon dot SPAK-u krimin zgjedhor. Ta harroj, nuk ka shans. Duhet të pranojmë të realitet. Nuk ka shans, nuk e sulmon dot. Harroje, nuk e godet dot. Prokuroria e posaçme me aq prokuror, me 12 prokurorë në përqark, një prokuror për qark, 3 agent BGH-s, po SPAK-u 6 agent BGH-s ka gjithsej. Do dalin terren dhe do sulmojnë ato. Ne dimë shumë mirë që policia është me mazhorancën. Të drejtuesit politik të Partisë Socialiste në Qarqe kanë vendosur dhe drejtorët e qarqeve të policisë shtetit. Nuk e sulmon dot me policinë, pa mbështetje, SPAK-u e vetme me 50 veta BKH, agjentët e saj dhe prokurorët e SPAK-ut. Dhe ka të pamundur. Është shumë e vështirë, sidomos një periudhë kohore të vështirë ku fushata zhvillohet në gjithë territorin e Shqipërisë. Thjesht mendoj që SPAK më shumë ka dashur të tregojë tek faktori ndërkombëtar që mbështet fuqishëm prokurorinë e posaçme, siç janë amerikanët dhe Bashkimi Evropian, për të treguar që prokuroria e posaçme po e kryen funksionin e saj siç duhet, pra po lufton krimin zgjedhor, hapi atë rubrikën tek faqja online për të denoncuar, me takime me kryeprokurorin
kryeën e prokurisë së përgjithshme, me prokuror në përrethje, pra për të treguar që janë aktiv për të luftuar krimin zgjedhor, por deri më sot nuk kemi asnjë goditje të krimit zgjedhor. U bën vetëm kontrolle në disa zona ku bënte fushat Partia Socialdemokrate, pse vetëm Tom Doshi pas ka bërë krim zgjedhor në vendin tonë, po partitë e tjera politike nuk kanë bërë krim zgjedhor. Të gjithë i pasi marrë votat me ndershmëri. Hiç një Arlind Qorri, Lëvizja Bashk, që për mendimin tim është e vetmja parti politike pa mbështetje financiare, kushdo parti politike, të gjitha për përjashtim kanë pasur mbështetje financiare edhe nga biznesmen të fuqishëm, pra nga rrodhën të para. SPAK-u mjafton thjesht të hetoj pjesën financiare të partive politike nga i gjetën parat për të bërë fushat dhe një godit krimi zgjedhor. Ndiq paran dhe e heton shumë kollaj. Por, e thash, SPAK-u e ka bërë thjesht sa për statistikë për të treguar faktorët ndërkombëtar që ne ishim aktiv, pasi edhe SPAK-u e di shumë mirë që nuk e lufton dot krimin zgjedhor, sepse është aq shumë i përhapur në vendin tonë, sa e dim shumë mirë që me presione dhe me blerje votash merren votën në vendin tonë, jo vetëm nga mazhoranca, patjetër që mazhoranca mund të jetë faktori më dominues për shkak të pushtetit që ka, por edhe opozita, edhe partitë e tjera politike, kjo është Shqipëria. Nëse normal në vendin tonë do duhet të bëhen zgjedhje të ndershme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duhet të jenë tuaj, apo depolitizuar, apo e vështirë. Nuk ka të depolitizuar në Shqipëri, harroje, s'ka shans. Shumë e Nuk ka vështirë. shans. Edhe numëruesit të jenë të huaj, edhe komisionerët. Po të bëhet elektronik. Elektronik patjetër. Edhe komisionerët në qendrat e votimit të jenë mos kenë lidhje fare, as shoqërore apo fisnore me njerëzit, të jenë të gjithë huaj, edhe parti politike të lejohet të bëjnë fushat, jo fushat siç bëhet në vendin tonë, fushat me makina të shtrenjta dhe të fortë. Unë kam parë eksponentë të opozitës, vinin në qendrat e numërimit, ndalonin makinë pundravajtje të shkollat ku ishin numërime dhe fusin si gango brenda në qendrat e numërimit. Jo vetëm mazhoranca, edhe mazhoranca, njerëz me precedent penal, ignorant, të gjithë, ignorant. Edhe duke kontrolluar qendrat e numërimit. Ç'a zgjedhje janë? Ajo s'është si zgjedhje. Edhe thot Berisha në votën zgjedhje, po ti ke të tuat i ke njësoj si të mazhorancët, po njësoj, në njëjtë kategori. Pra, të njëjtët kategori njësoj, fitoi kategoria që ishte më e zot. Por nuk janë to njerëz që duhet të menaxhojnë zgjedhjet në vendin tonë, nëse do jenë zgjedhje të ndershme. Dhe mendoj dhe them që në vendin tonë bëhen zgjedhje të ndershme, vetëm në të lloj mënyre, madje edhe drejtësia do të jetë e ndershme, vetëm nëse të gjithë prokurorët do jenë të huaj. Me prokuror shqiptar është shumë e vështirë. Ka shumë prokurorë shqiptar të ndershëm dhe me profesionistë që e bën punën siç duhet, por vetëm në të lloj mënyre bëhet ky vend sepse ka shkuar në atë nivel, në atë katrahur që nuk ndryshohet dhe nuk rregullohet dot ndryshe. Fakt, qofse që ndërmi këto zhvillime, Igli, do doja të bëja edhe një pyetje e cila lidhet me operacionet e shumta që po bën SPAK në zonën e Durrësit. Aktualisht ka një operacion që flitet që janë arrestuar edhe në bashkëpunim me autoritetet italiane, pati disa emra të rëndësishëm që janë arrestuar, flitet për troplinët e Durrësit. Çfarë mund na thuash pak më shumë për këtë operacion, sepse ka shumë paqartësi, por ka edhe vello politike në mes, sepse ka pasur akuza të forta nga Partia Demokratike që troplinët kanë ndihmuar Partinë Socialiste. Çfarë mund na thuash pak më shumë për operacionin e SPAK, se nuk po duam të hyjmë akuzave politike se ajo është gjë tjetër, por flas profesionalisht. Se përket akuzave politike, Berisha, sa dëgjon në media emra personazhe të cilët media i cilëson si personazhe të botës së krimit, Berisha i etiketon menjëherë si mbështetës të mazhorancës, të qeverisë dhe fillon sulmin ndaj tyre. Edhe gjatë zgjedhjeve, zoti Berisha dhe eksponentët e Partisë Demokratike përmendin emra personazhesh duke cilësuar si personazhe të botës së krimit, pa fakte dhe pa prova në fakt, duan fakte dhe prova për të vërtetuar, por ajo që dim është që në vendin tonë krimi ka pushtet edhe në zgjedhje, ndikon në marrjen e votave. Por paradoksi është që më parë kur ka qenë Berisha në pushtet, këto janë përdorur nga Berisha. Edhe Berisha i ka përdorur dhe prandaj njeh shumë mirë dhe di që këto personazhe të botës së krimit
gjithmonë do bashkëpunojmë me mazhorancën, me ato që janë në pushtet, sepse ashtu intereson. Edhe në rastin e operacionit Ura, një operacion i cili është zhvilluar nga antimafja e Barit, një hetim i cili ka nisur që në vitin 2020, në fakt hetimi paraprak i parë i antimafjes së Barit ka nisur në vitin 2016 pas një indicje nga DEA amerikane për trafikun e lëndës narkotike kokainë nga Amerika Latine në Itali dhe në Shqipëri, por edhe të heroinës nga Turqia drejt vendeve të tjera të Europës dhe Shqipërisë. Në vitin 2020 ka nisur procedimi penal më saktë për 3 grupe kriminale, një grup me bazë në qytetin e Durrësit dhe 2 grupe me bazë në rajonin e Puljas. Dhe pas përfundimit të hetimeve me 21 shkurt të këtij viti, antimafia italiane i dërgoi të gjithë dosjen prokurisë së posaçme Spakut dhe i kërkoi kësaj të fundit që kjo t'i kërkonte gjykatës së posaçme pra miratimin e masave të sigurisë për 52 persona, të cilët nga këto 30 duhet miratoshin masat në Shqipëri, pasi ishin 40 për të kërkuarve shqiptar. Por ajo që kuptova unë është që Spaku e shtyu zhvillimin e këtij operacione, e zhvilloi pas zgjedhjeve. Unë si gazetar mund t'jap vetëm thjesht faktet dhe datat e dokumenteve zyrtare, pastaj interpretimin i takon opinionit publik dhe shqiptarëve ta bëjnë nëse Spaku e bëri këtë operacion pas zgjedhjeve për të mos ndikuar në zgjedhjet për të mos goditur mazhorancën, sepse zoti Berisha deklaron që grupi që u godit ishte mbështetës i Partisë Socialiste në zgjedhje. Ajo që dua të them është fakti që për herë të parë prokuria e posaçme del në një njoftim zyrtar në faqen e saj zyrtare në çdo operacion që bën sjell njoftime zyrtare dhe ka detyrim ligjor, prokuria e posaçme edhe policia e shtetit e ka detyrim ligjor dhe gjithmonë ka sjell njoftime zyrtare për ekzekutimin e masave të sigurisë, të cilat bëhen nga policia e shtetit së bashku me Byron Kombëtar të Hetimit BKH-n, kanë qenë prezent edhe agjentë antimafjes. Për herë të parë në njoftimin zyrtar të prokurisë së posaçme nuk kemi as inicialet e personave të cilët ishin miratuar masat e sigurisë. Nuk kishim as inicialet e personave. As inicialet. Gjithmonë Spaku ka sjellë iniciale, se janë bërë operacione, filan person me iniciale, mosha kaq për akuzën filan, vepër penale. Arsyeja të nuk di ta them. To i takon prokurisë së posaçme ta jap zyrtarisht. Ka pasur frikën e një dekonspirimi? Por më interesant është fakti që policia e shtetit ende nuk ka sjellë një njoftim zyrtar, si sjell në çdo operacion, mega operacion që e quajnë ato me prokurinë e posaçme Spakut, që u ekzekutuan kaq masa sigurie, u arrestuan kaq persona, me iniciale ky person nuk po kërkoi emra, as policia e shtetit nuk ka sjell njoftim zyrtar. Këtë nuk di ta them pse e kanë bërë këtë gjë. Unë si gazetar investigova këtë gjë dhe kuptova këtë gjë, bëra këtë analizë. Dhe pse ka ndodhur kjo gjë? Dhe kjo mendoj që mund të ketë disa arsye. Ndoshta edhe gaboj. Një nga arsyet mendoj për dështimin e këtij mega operacioni, edhe pse quhet mega operacion, nuk u arrestuan personat kyç, u arrestuan disa persona të cilët ishin thjesht ushtar, persona që bënin transportin me autobus të parave që sillnin grupet kriminale në Itali për grupin kriminal shqiptar në Durrës, persona që nuk kishin pushtet në këtë grup kriminal, ndërsa persona të rëndësishëm nuk u arrestuan dhe Spaku mendoj që dyshon që ka pasur dekonspirim, por nuk e thot dot zyrtarisht, nuk nis dot hetim, për shkak se në mes është antimafia italiane dhe do ishte një turp për institucionet e shtetit shqiptar, që të nisin një hetim për dekonspirim nga policia e shtetit, po të shohësh deklaratën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, atë ditë në konferencën për shtyp, tha që policia është njoftuar vetëm në brëmje. Po, dhe nuk kanë mbajtur në vëzhgim persona të cilët është mos e vërtet, po. Dhe nuk kam pse një drejtori i përgjithshëm policie të jap të deklaratë, ku nuk e pyeti kush. Pse duhet thuash të deklaratë? Ti si drejtori i përgjithshëm i policisë duhet thuash ne si policia e shtetit kishim kaq masa, ekzekutuam kaq, nuk ekzekutuam kaq, u arrestuan to persona me iniciale kaq. Pse duhet të japësh një deklaratë në formë justifikimi? Ku ti justifikohesh ti? Edhe vetë kreu i Spak doli një deklaratë zyrtare, bashkë me kreun antimafia ku ishte drejtori i përgjithshëm, tha që është goditur nga grupet më të fuqishme në qytetin e Durrësit, pa përmendur emra e tjera. Por mendoj që në vendin tonë ka grupe të tjera edhe më të fuqishme, të cilët prokuria e posaçme duhet të godas të gjithë, por të godas nga hetimet që duhet të nisë ajo vetë.
jo nga hetime që vinë nga jashtë, nga antimafia e Barit. SPAK duhet të bëjë dhe hetime proaktive, duhet të marrë iniciativë vetë të godas grupet kriminale që zotrojnë shumë territore në vendin tonë, jo vetëm në Durrës, sa i përket grupit kriminal të shoqëruar nga prokuroria e posaçme që u godit në qytetin e Durrësit, edhe në maj të vitit të kaluar u bë një operacion i gjerë i koduar revançi pas zbërthimit të aplikacionit Sky ECC, u sekuestruar një shumë parash, dhe kjo shumë parash përmende edhe në operacionin para disa ditëve për të treguar sukses. Po ku është suksesi? E ke sekuestruar para një viti. Çfarë sekuestrove këto ditë? Çfarë bëre? Kë arrestove? Si e goditet ti këtë grup kriminal? Dhe edhe pse u pyet nëse kishte lidhje me zgjedhjet, zoti Dumani tha nuk kishte lidhje me zgjedhjet, thjesht ishte një koordinim i antimafias italiane me institucionet e autoritetet shqiptare për ta kryer këtë operacion. Në fakt ne i referohemi dokumentave dhe datave zyrtare, por në këtë operacion vendimarrja ka qenë treshe, pra janë 3 institucionet e përfshira, antimafia e Barit, SPAK-u, por dhe policia e shtetit që ka patur rolin e ekzekutorit të masave të sigurisë, por si gjithmonë zoti Berisha do e përdori politikisht, mund të ketë edhe të drejtë në arsyetimin e tij, por ajo që unë kuptoj është që në çdo turbullir mediatike apo zhurmë, thjesht vetëm zhurmë ka, rezultate nuk ka. Prokuroria e posaçme më duket sikur është kthyer tashmë në këto konferencat për shtyp si një media, si një televizion, që do të bëjë reklamën e vetes së saj. Jo. Ti thua të kujtohet Adriatik Llalla që thoshte do të kemi arrestime, do të kemi, se kështu thoshte në atë kohë. Adriatik Llalla tash nuk është fare në atë orbitën e drejtësisë shqiptare. Ai ishte pa drejtësia e drejtësisë shqiptare, e kupton? Personazhe që është turp ti përmendesh, edhe emrin, e kupton? Është këto si Ilir Meta, në qeli, e njëjta gjë. Si Ilir Meta i cili edhe marrin pandehur sot nga SPAK-u, e priti në qeli duke bërtitur dhe duke sulmuar stafin e burgut. Se çfarë ka stafi i burgut, me zotin Meta duke dhënë drejt duke fol edhe me avokatin e tij edhe për media duke dhënë akuza që s'ndodh as në një vend, as në një vend tjetër të dalë një i paraburgosur të bëjë deklarata të tilla të jepet kaq hapësirë. Igli, edhe një pyetje të fundit. Duket sikur amerikanët janë rikthyer përsëri në SPAK pas një farë kohe që nuk kishte një zbrazje. Ke informacion çfarë po ndodh brenda SPAK-ut, sepse luftë e madhe po bëhet. Tashmë një farë kohe u përdor dhe narrativa politike që ja ikën amerikanët, po çdo bëni ju. Në anën tjetër përdoret retorik politike për të sulmuar SPAK-un nga mëngjesi deri në darkë. Sot aktualisht duket se amerikanët janë rikthyer përsëri në SPAK. Çfarë mund na thuash pak më shumë në ato informacione që ke, duke qenë se po shkojmë dhe drejt fundit kësaj interviste? Ne gjithmonë kur flasim për SPAK-un dhe mbështetjen e faktorit ndërkombëtar bazohen vetëm tek amerikanët, por do të themi edhe faktin që një mbështetës shumë i fuqishëm i prokurorisë së posaçme është dhe Bashkimi Evropian. Njësoj si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian ka një mbështetje të fuqishme për prokurorinë e posaçme, patjetër që mbështetja amerikane është kryesore. Mendoj që mbështetja e amerikanëve dhe e Bashkimit Evropian është faktori kryesor i goditjeve nga prokuroria e posaçme. Nëse nuk do kenë mbështetjen në thonjza dhe presionin e faktorit ndërkombëtar, prokuroria e posaçme do ketë ato rezultate si patën rezultatet e krimit zgjedhor që bëjnë ca kontrolle në Elbasan, Peqin, në fusharës pa lidhje, të personazheve të cilët as ushtarë nuk quhen, më të vegjël se ushtarët, në goditjen e krimit zgjedhor. Pra faktori ndërkombëtar është kyç. Nëse faktori ndërkombëtar do largohet nga institucioni i prokurorisë së posaçme i SPAK-ut, pra nuk do jetë aq aktiv në shikimin e rezultateve dhe dhënien e mbështetjes, ne do të kemi një SPAK i cili do të thehet në një institucion normal, i cili do të jetë i kontrolluar nga të gjitha palët politike, një institucion i cili ka frikë presionin politik, por deri në këtë moment kemi parë që SPAK-u ka pasur disa rezultate, por si do e shihja unë SPAK-un në të ardhmen, nëse rezultatet do të ishin akoma dhe më të mëdha, pa ndasi politike, jo vetëm disa persona të cilët kanë fund politik,
por edhe personave të cilët janë politikan, por nuk i ka ardhur akoma fundi politik, pra të goditen të gjithë edhe ato që janë pushtet, edhe ato që nuk janë pushtet, si majtas, si djathtas, kush ka abuzuar me ligjin, kush ka vjedhur djersën e shqiptarëve, kush ka vjedhur popullin shqiptar, duhet të shkojë të përgjigjë atje para prokurisë së posaçme. Por unë sot Ermal shoh një Altin Dumani të vetëm në prokurinë e posaçme. E shikon të vetëm? E shikoj të vetëm, edhe pse ka prokuror dhe prokurore të aftë dhe profesionistë në SPAK, e shikoj të vetëm, pa mbështetje. Ne dim shumë mirë që shumica disa prej prokurorëve, Këshilli i Lartë i Prokurorisë i ka vendosur edhe me bindje politike, jo vetëm qeveria, po edhe opozita ka prokurorë dhe gjyqtarë, të cilët karrierën e tyre e kanë bërë gjatë pushtetit të zotit Berisha dhe të tjerë që kanë bërë gjatë pushtetit të zotit Rama. Edhe SPAK-u brenda tij ka ilaritet negativ politik nga të dyja kahat politike, por këto persona nuk do të jenë pjesë e prokurisë së posaçme, nëse do të kemi një institucion drejtësie të vërtetë, 100% të vërtetë dhe ligji të jetë i barabartë për të gjithë, dhe e them që ne do të kemi një institucion drejtësie 100%, pa dashur ta sfumoj punën e SPAK-ut, patjetër që jap meritet për aq sa ka bërë. Nëse ne duhet kemi një institucion drejtësie 100% të vërtetë, që ligji të jetë i barabartë për të gjithë, që mos ketë zero ndikim, prokuria e posaçme jo vetëm duhet të ketë mbështetje nga faktori ndërkombëtar, mbështetje të fuqishme të jashtëzakonshme, por do të ketë dhe prokuror dhe gjyqtar dhe drejtues të huaj. Vetëm atë formë. Vetëm në atë mënyrë bëhet ky vend, sepse ky vend është përfshirë nga llumi, nga njerëz të korruptuar, nga mungesa e garës, e meritokracisë, nga diçka që unë do ta quaja të niveleve më ordinere, duke filluar në institucione që s'kan pikë interese për qytetarët, dhe që aty fillon zgjedhje pa meritokraci deri tek persona të cilët kanë poste drejtuese. Pra në vendin tonë nuk ekziston meritokracia dhe në këtë lloj mënyre nuk do kemi as shtet të drejtë, të së drejtës, nuk do kemi as institucione drejtësie të cilët do ta bëjnë punën 100% e vërtetë. Nëse ligji do të jetë i barabartë për gjithë drejtësia, do të jetë drejtësia e vërtetë, do të jetë 100% e vërtetë, jo me cene. Në fakt shumë është e vërtetë. Igli, unë të falenderoj shumë për kohën edhe për këtë pjesë të diskutimit. Në këtë rast e duhet ta mbash plan të madh Klesti. Kështu që kur falenderoj Iglin ose e kam tu live, kështu që të falenderoj jashmase, e vlerësoj jashmase kohën tuaj dhe do të jemi më aktiv, duke qenë se dhe unë tashmë në Antena Televizion, po edhe kolegët e mi cilët do bashkëpunojmë këtu do të jenë më aktiv me emisione, por edhe për diskutuar çështje qefi, ndonjëherë mund të kemi edhe podcast sporti, duke qenë se dy jemi të pasionuar pas sportit. Po vjen dhe ndeshja me Serbinë. Kështu që po vjen dhe ndeshja me Serbinë, po kemi edhe Championsin Inter PSG, kështu që jemi dy tifozë të Interit neve. Kështu që përveç shok kemi edhe shihet futbollistike të njëjta. Të dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe Antena Televizion, duke ju rikujtuar ta shpërndani në diasporë, por edhe në Shqipëri, ta bëni share nëpër miqtë tuaj, mos u largoni nga Antena, do të rikthehemi përsëri me emisione të ndryshme për të folur fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Nga unë Ermal Peçi, mirupafshim.